Pra, është zgjedhur kësaj here Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndryshe nga institucionet të tjera që nënkuptojnë në një farë forme vetë politikën. Aktualisht kanë nisur tashmë zyrtarisht marshimje, duke u drejtuar tashmë edhe Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë. Zoti Berisha ndiqet nga grupi i deputetëve, grupi parlamentar, nga stafi organizues i kësaj proteste, dhe do të vijë pikërisht në drejtim së parit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë. Një skenar që si duket ka qenë tërësisht i parashikueshëm edhe për forcat e policisë, të cilët duket që në pjesë apo në numër të lartë janë të vendosur pranë kryeministrisë apo dhe institucioneve të tjera siç janë ministrit, përfshi edhe kuvendi, por edhe forcat edhe selia e Partisë Socialiste, pasi më herët që folur edhe nga vetë zoti Berisha që paralajmëruar ndoshta edhe një mësymje drejt selisë së Partisë Socialiste, pasi në protestën e fundit u hodhën gaz lotësjellës nga ana e forcave të policisë. Të lutem, një ndërhyrje për të kuptuar dhe nga thirrja që u bë, është një marshim drejt Policisë së Tiranës apo drejt Policisë së Shtetit, se e dim që janë dy godina të ndryshme që do të nënkuptonte në një farë forme edhe distancën nga këtu ku janë protestuesit. Si Klajda, referuar fjalës që u tha, ne do të ecim drejt Lanës dhe do të shkojmë tek Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Po, jo ajo që ndodhet në Muslimshir, pra që është e Tiranës, për të mos pasur keq kuptime edhe për shikuesit. Kjo është deri më tani për të qenë të saktë, na mbeten disa metra sa ne të arrijmë pikërisht në kryqëzimin e bulevardit të Dëshmorët e Kombit me bulevardin Jeanne d'Arc dhe bulevardin Gjergj Fishta, Bajram Curri Ndjes, për të parë se cilin drejtim do të marrë turma. Nuk të nënkuptojnë bllokimet rrugëve në këtë pikë apo jo, Bekim? Automatikisht janë të përfshira bllokimet e rrugëve në këtë moment, sepse nëse do të drejtohen Policisë së Shtetit, ta theksojmë edhe një herë, si Klajda, nëse ky marshim do të vijojë në drejtim të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit,